Arel. Okej, shumë faleminderit. Unë kam një rrugtim shumë modest se vajzat, se Bora dhe se Romina. Unë kam mbaruar gjimnazin Petronin, ndër vitin e tretë jeta ime ka ndame me sportet edhe shkollës. Mami ishte ajo që më shtynte drejt shkollës, babi deshte më shumë sportin, kam luajtur futboll me Tiranën, pastaj bëra 3 ndërhyrje në gjuhë, njëri pas tjetrit ke ligamenti kroçat dhe u desh të mendoja për diçka tjetër. Ka qenë komplet e rastishme, është një shoqe që është bërë shkak, atëherë Gjermania nuk i njihte akoma maturën tonë, në 2016, dhe unë kam qenë viti fundit që Gjermania nuk e njihte maturën tonë, pastaj matura jonë u njoh në Gjermani dhe duke qenë që nuk njihej, duhet shkonim atje dhe të bënim një vit gjuhë, vitin e fundit maturës dhe pastaj fillonim universitetin. Dhe kjo shoqja më tha, jo, unë doja të ikja në Gjermani, sa po mendoja të filloja gjuhën e kështu. Kjo shoqja më tha, jo, mos i dish 2 vite kot, hajde ikim në Zvicër, se në Zvicra e njeh gjimnazin tonë. E thash, okay, shumë mirë, plus që doja diçka të motivohesha prap një qëllim. Kështu që thash, okay, po e provoj, prindit e morën pak si me shaka, nuk mendonin që do shkoja, që doja bëja, se fëmijë vetëm, gjithmonë i përkëdhel, kur nuk isha bërë pazar për shtëpi, kur nuk isha lënë një rroba në shtëpi, kështu që nuk besonin që do shkoja ndonjëherë. Nëse bëra aplikimet, u pranova, bëra vitin e parë në Lozannë, në Zvicër, që mësova frëngjisht. Pas universitetet bacheloret në Zvicër bëhen vetëm në 4 gjuhët nacionale. Pastaj është vendosa në Gjenevë, Universiteti i Gjenevës, publiku, tek ai që ka themeluar Martin Luteri, dhe aty studiova për shkenca politike me drejtim filozofin politike, që ka qenë pasioni më i madh. Pastaj bëra dhe masterin, them drejtën, nga ato 7-8 vite në Zvicër, presioni i shkollës ka qenë shumë i madh, nuk më në një moment të bukur që të kam kalu. Mbas edhe gjuha, vështirësitë, plus kanë një sistem shumë specifik që nëse ngel 2 herë me një lëndë, digjet e gjithë shkolla. Ti ngeli e shpesh? Jo, s'kam ngel kur mas i provim. Po thjesht fakti që po të ngelësh 2 herë me një provim, digjet e gjithë shkolla dhe s'ke drejt studiosh atë deg për 10 vite në Zvicër, më ushtronte shumë presion. Edhe në përfundim të shkollës, pastaj doja ta lidhja pak me pjesën e fillimit që ju thatë, në Zvicër ka një rregull për shtetasit jo të Bashkimit Evropian. Pra, kur mbaron shkollën, mund të mbarosh me nota shumë mira, mund të kesh kërkesa për punë, por që të ta atribohet një vend pune, punëdhënësi jot duhet nxjerrë vendin e punës dhe për 60 ditë, nëse asnjë shtet as i Bashkimit Evropian nuk mundet ta bëjë këtë gjë, atëherë ta japin. Praktikisht është pamundur. Dhe mënyra më e lehtë për që të qëndroja në Zvicër, ishte që të bëja një doktoraturë. Unë kisha shumë qejf doktoraturën, më ofroi një doktoraturë për ta bërë. Tema s'm pëlqente shumë, por ishte një mënyrë për të qëndruar. Dhe kisha një mundësi tjetër, fitova një vend pune në Ukrainë. Ishte në 2020, ishte kulmi luftës në Ukrainë, pra ishin edhe vende që vlerësohen organizatën ndërkombëtare. U merrem me dokumentimin e krimeve të luftës dhe shkeljes drejtat njeriu dhe duhet shkoja në Kiev për ta bërë këtë, ke zyra e presidentit që ishte në atë kohë dhe punoja me kabinetin e këtu. Ndërkohë po bëja një punim shkencor për Asociacionin e Komunave Serbe në Kosovë dhe këtu kam filluar dhe t'ju bezdis juve me mesazhe. Ka qenë ky, domethënë kam insistuar mbaj mend që nga marsi i 2020-s deri në nëntor të 2020-s. Po, stalker, po, e di. Vazhdimisht. Ju atëherë kishit propozuar dhe një plan që e kishit mbajtur rezervë nga media dhe më interesonte shumë se si ishte kjo perspektiva. Keni pranuar 3 herë që ta bëjmë këtë takimin, por për shkak të agjendave nuk është realizuar, dhe u realizua vetëm herën e tretë. Mendoj që ka pas 9 vite në Zvicër kanë qenë momente që, kanë qenë momente shumë të mira, pra kam njohur veten time më shumë, jam pjek më shumë, kultivova një dëshuri për leximin, për filozofinë, për gjithë të aspektin frankofil, nëse mund të them kështu, por çdo ditë për 9 vite kam prit një arsye që duhet të kthesha në Shqipëri. Pra, asnjë arsye nuk ishte e mjaftueshme deri në atë ditë, por gjithmonë e prisja një moment që do kthesha në Shqipëri. Nuk arrija do ta shifja veten afatgjat aty. Bëjmë këtë takimin bashkë dhe mbaj mend kanë qenë vetëm 2 minuta të fundit atij takimi 25 minutë. Unë nuk i kam treguar prindrit që do ju takoja ju, se mama me babi kanë qenë gjithmonë kundra kthimit në Shqipëri. Kam përmendur atë ditë takim me ju. Dhe unë jam kthyer në Shqipëri
për arsyen më subjektive të mundshme, pavarësisht se ky është rrugtimi më objektiv që unë kam bërë. Por arsyeja ka qenë, nuk e di nëse ju e mbani mend, në fund takimit, kur po ju shpreha shqetësimin tim, kam kërkuar një këshill, edhe ju më keni thënë një fjali që mbase edhe gocat mund ta vërtetojnë, që mas ju e përsërisni shpesh që unë nuk jap këshilla kurrë. Edhe ama më keni thënë, ka disa momente në jetë që njeriu duhet dëgjoj zemrën përpara trurit, sepse në ato momente zemra guxon kur truri nuk guxon. Dhe kaq më shdash. Vetëm kjo fjali. Okej, mirë se na futen në thella. Dhe Dhe Areli nuk është në listat e deputetëve, se Areli është pasuri e kryeministrisë edhe punon që atëherë pranë meje si këshilltar për çështjet diplomatike.